Ju do pyesni, a jam I mërzit? Sigurisht që jam I mërzit, sepse sonte u eliminu Brazili. Absolutisht nuk kam asnjë gjë kundra, sepse Norvegjia e meritoi, por kishte disa episode që vendosën neshën për mendimin tim, penalltia e humbur e Brazilit minutat e para nuk duhet shkonte ashtu. Pastaj qëlloi një pjesë e parë që ishte e balancuar, sigurisht edhe ato pasimet edhe flishin shumë më lart për Norvegjin, por pastaj filloi një pjesë e dytë e Norvegjia shumë e tërhequr, ka këtu tifoza norvegjisë që më qeshin, edhe të lutem më mirë largonim, leni 5 minuta më të rrezit time, sepse jam shumë I zhgënjym, ja urojmë Norvegjin për fitoren, por jam shumë I zhgënjym me Brazilin tim. Pse do thoni ju? Pa ide fare, pa asnjë lloj gjoje në botë. As mos me lidh dy pasa. Po Brazili ku isha bot tifozon më botë nomin, nuk I llogariste tjerët me bot këto lloj gjonash, nuk kishte shans që Brazili t'ishte 200 pasa ku dëgjon sa e nxjeshin ato te televizori. Kurse Norvegjia 600-700. Po prap, jom pak I tensionu, por je I mërzit. Shumë. I mërzit, s'ka problem. Po shof unë më krahasojnë mu Neymarin me Haalandin, po nuk ka shanse me Neymarin. Haramër që I kam blek bluzën, haram që kam marrxhu lek me këtë mënda. Sot Norvegjia sigurisht e meritoi për mendimin tim, ishte shumë I mirë, absolutisht fizikisht shumë I mirë. Mendoj unë që një nga meritat kryesore që Brazili luajti sot me Norvegjin ishte vetëm me Ancelotti, sepse Brazili rrezikonte të eliminonte edhe me Japonin. Prandaj Ancelottit ju rrit edhe kontrata. Ndërsa mbrojtja e Brazilit me sfusha, sulmi, kret, nuk di ta them, por sot Brazili dëshmoi që ishte shumë keq. Jam shumë I zhgënjur nga Brazili. Unë normal do ngelem tifoz I Brazilit, por absolutisht nuk mund t'i heq meritën. Nuk mund t'i heq meritën Norvegjisë, sinqerisht. Dhe tjetra, se po shoh këtu edhe highlightset e ndeshjes. Tjetra, po penalltin e marri minut 90 100 ca, kupton? Shkon e zgjedh me portierin, I thot unë jam nona, unë jam njëshi, unë jam këtë. Po budalla, ti u eliminove, festo për golin. Pra, Ancelotti do ketë shumë vështirësi që ta rikthej Brazilin aty ku ka qenë. Me ato lojtarë që marrin miliona, por që nuk bëjnë as I lek, nuk e di, do ta ketë shumë vështirë. Si do qoftë, forca Brazili, edhe s'kena ngel që me bota shi me presim Portugali, Spanjë nesër, presim Ronaldon. Ndoshta Cristiano do na kthej pak buzëqeshje. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit tim në YouTube, dhe siç e thash më përpara në bisedat e mia të më përpashme, jeni të ftuar të vini të bisedoni me mua për ndeshjet edhe për gjithë kampionatin botëror. Jeni të mirëpritur, jo mirëpres.